Prandaj aty ku njerëzit janë të hutuar, tento të jesh i kandellur. Sa aty është shpërblim më të madh i jepet atij javën. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për duan e hyrjes në treg, kush hyn në treg dhe thot një lutje të caktuar që dihet, apo i fiton 1 milion shpërblime. Çka ka doja tregut? Pse nuk është ky shpërblim për duan kur hyn në xhami? Kur hyrja në xhami është shumë më fizike se hyrja në treg. Subhanallah. O pse? Po në xhami çdo kush hyn me bismillah normal. Apo se vet hyrja, vet ambienti, apo i jap njerëz nuk kuptojnë se këtu thuhet bismillah, këtu përmendet Allah. Po në tregu nuk jam si përshtypje. Në treg të pak në ata që ju kujtohet përmendja e Allahut të mënduar, nga se shkojnë me interes tjetër dhe harrojnë. E aty ku njerëzit harrojnë dhe habitën ti jesh i kandellur, aty paguash shtrajt. Prandaj, nëse ti mediton këto detale, thua subhanallahu, Allah ne ka shpalos, subhanallahu, ka shpalos Allahu tekstin e provimit, na ka tregu pyetjet, sa i mirë ky Zot, sa i mëshirshëm ky Zot. Këtë konkluzë ti e sjell në meditimin tënd të brendshëm, dhe nuk ka çësën te askush pos Allahu që po të shoh dhe dëgjon, mendoj se të ngrihesh tek Zoti i mënduar.